Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot nuk është nevoja t'ju tregoj se çfarë po përgatis sepse duket mjaft qartë. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një tigan dështojmë rreth 3 lugë vaj ulliri, 5-6 qep të njoma, pra një tufë. Dështojmë rreth 300 gram spinaq të prera të gjitha shumë holl, nenexhik dhe majdanos të freskët, nga këto mund të shtoni sipas dëshirës edhe kopër ose lëpjet, pak krip. Masën do ta skuqim pak minuta sa të bjerë volumi. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi ka rënë volumi i jeshillëqeve, do vendosim një gotë oriz. Unë gjithmonë e vendos me mas për të qenë më saktë edhe në masën e ujit. Dhe sa po shohim që ka rënë volumi i jeshillëqeve që vendosëm në tigan, orizin do ta lajmë shumë mirë, do ta shtojmë edhe atë dhe do ta përziejmë për pak minuta derisa të shtërojë ai lëngu që lëshojnë jeshillëqet. Kjo është mënyra se si i përgatis unë, por një mënyrë tjetër është që duke i përzier shumë mirë në një enë të thellë, pra pa i skuqur fare. Mua më pëlqen në këtë mënyrë. Mbledhim gjethet e rushit të njoma, duhet të jenë shumë të njoma, dhe i lajmë shumë mirë dhe do t'i vendosim t'i vlojmë për rreth 1 deri në 2 minuta duke i lëvizur her pas here, kështu si tregohet në video, derisa të ndryshojnë ngjyrën, duken me sy. Pra duhet të marrin këtë ngjyrë që po shihni tani. Pasi janë gati, i heqim me një anë në mënyrë që të ftohet, masat i kemi gati dhe kështu bëjmë mbushjen. I vendosim nga një lugë nga masa me jeshillëqe dhe oriz që përgatitëm, i mbledhim në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, me dorë ose nëse keni edhe mbledhësen e tyre akoma më lehtë. Unë i kam mbledhur me duar, me qetësi, duke i përgatitur në avulli, ishte koha shumë e mirë dhe ky është rezultati. Pasi i kemi të gjitha gati, në tenxhere poshtë do vendosim disa gjethe rushi, japrakët që përgatitëm. Japrakët janë një recetë shumë e shëndetshme që duan pak terezi të përgatiten, pak kujdes, pak durim, por ja vlejnë pasi janë shumë të shëndetshme. Sidomos nëse gjethet e rushit i keni në kopësht. Unë kam shtuar dhe disa kumbulla jeshile, nëse ju gjenden mund t'i shtoni sipas dëshirës. Vendosim një pjatë në sipërfaqe dhe ujë me vaj ulliri dhe krip, ujë në bazë të masës së orizit. E vendosim në zjarr të ngadalë derisa të shtërojë uji dhe i keni gati. U bën fantastik, shumë të mirë, të shijshëm dhe sigurisht të shëndetshëm. Si ju duket si recetë? Ju përshëndes.